Protesta organizuar nga Partia Demokratike përfundoi me tensione para kryeministrisë dhe kuvendit kur përplasjet mes qytetarëve dhe forcave të rendit shuan në arrestimin e 21 personave. Policia tha se të arrestuarit dyshohen për shkelje të ligjit që përfshin plagosje të rëndëmendashje, kundërshtim ndaj punojësve të policisë dhe përdorim të lëndëve plasëse. Ministrja e Brendshme Albana Koçiu dënoi përdorimin e dhunës dhe theksoi rëndësinë e respektimit të ligjit gjatë protestave. Përpjekja e dështuar për të ardhur në pushtet, duke goditur punojësit e rendit, duke djegur institucionet e për më tepër duke përdorur të miturit për të hedhur molotova apo sende të forta mbi punojësit e policisë, që të mos ndiqen penalisht autorët e vërtet, është një akt i turpshëm dhe i dënueshëm. Keqpërdorimi i të miturve për të kryer akte dhune është vepër penale, por është gjithashtu një shkelje e rëndë morale. E këtu një rol të posaçëm mund dhe duhet të luajnë institucionet, shoqëria civile dhe vetë familja, për t'i mbrojtur këta të mitur nga përdorimi dhe instrumentalizimi me qëllime të errta të politikës kriminale. Është pikërisht kjo arsyeja përse protestat e Partisë Demokratike janë braktisur masivisht nga qytetarët, duke përfunduar tek një grusht militantësh apo element të paguar për të krijuar skenar imagjinar të një revolte popullore. Kjo është e papranueshme. Policia njoftoi se gjatë kontrolleve pas shpërndarjes së tubimit janë sekuestruar 22 bomba molotov dhe 3 shishe me benzinë, ndërsa hecimet për të identifikuar të gjithë personat e përfshirë vazhdojnë.